Tani këtu e kemi një pjesë të analizave që shpërndon në IP University, që ka qenë prej shtatorit, dhe këtu e kemi bërë vetëm dollarin, po normalisht ju dini që non-stop i kemi bërë dhe tjerat. Dollari është vetëm aspekti i analizës, kurencia kryesore, pastaj kemi ndjek me EURUSD edhe GBP USD që janë perat që na i kemi tregtuar më shumti. Këtu e kemi Impossible University, the US Dollar Index, analizat 2025, do me thonë shikoni edhe mësoni si gjithmonë. Po këto janë ato çfarë ju kanë shpërnda IP University Pro. Okej? Që ka fillu në shtator të vitit 2025. Po shihni në orët e para të mëngjesit të një shtatorit. E kemi pjesën e dollarit si gjithmonë në live market këtu që po e shohim. Dhe pastaj ditën tjetër po shihet se çfarë ka ndodhur. Atë që kemi prit me marrë lloj me vazhduan e sipërme është marrë lloj dhe veç se ka fillu pjesa në anën e sipërme. Pastaj kemi analizat tjetër javore. Pra, këtu e kemi pas parashikimin e FOMC-s, që është edhe i tregtuar që mundi me pa edhe në YouTube, e keni datën se kur është bë, do me thonë, dhe pastaj po ashtu pas 2 dite, do me thonë pasi që është hop, i bie që ky syni këtu që është, do me thonë është marrë, ju e dini për kingin e syna. Pra targeti është arrit, edhe këtu ka qenë, do me thonë pasi që është mbyll ky candle, këtu ka qenë pjesa e low of the year të dollarit. Qysh po duket me po, ka qenë pjesa e FOMC-s, pastaj java tjetër, prapë jemi në muajin shtator, dhe pasi që ka përfundu kjo, java tjetër, kemi pretendu me vazhdu në anën e poshtme, manipulu, dhe pastaj me vazhdu drejt likuiditetit në anën e sipërme, për arsye se tani rikthyem bias ton nga bearish në bullish, po flasim për dollarin. Dhe pastaj do me thonë këtu me nisteniti shtator, pas 4 dite, po shihet, se si do me thonë pasi që është bë dita e hënë këtu, Qini ka manipulu anën e poshtme, e Merkuria duke u bë low of the week, dhe pastaj kemi fillu për targetet në anën e sipërme, ashtu që po duhet. Prej pjesës e fundit të vitit, e tutje deri këtu lart. Shikoni komentimin e çmimit hap pas hapi, po e shihni ju vetë. Pastaj, pasi që ka ndodhur kjo, që e bënim javën e kaluar, tani vjen java e fundit e shtatorit. Pra, po përfundon java e shtatorit, këtu e kemi daily chart, dhe kemi pretendu 2 skenare këtu për të arritur ky likuiditet, aspekti i manipulimit. Pra, e para ka qenë më mbyll ky fair value gap, po për shkak që kemi pas një range, këtu kemi shkruar që është më e logjikshme për shkak të likuiditetit që është bë, kemi prit këtu me manipulu anën e poshtme në këtë daily fair value gap, njësoj sikur këtu. Pastaj të vazhdoj drejt këtyne low resistance levels, relative equal highs, dhe më thonë likuiditet shumë të madh, dhe po ashtu John liquidity final që ka qenë kjo imbalans, që më vonë do shihni që çmimi reagon për këtu, pastaj vazhdon për të marrë pjesën tjetër të likuiditetit, është vetëm një reagim falso. Çka është këtu me rëndësi? Këtu është me rëndësi se këtu e kemi bë, do me thonë 2 ditë përpara, me 29-ën e kemi bë pjesën e 1 tetorit, dhe këtu e kemi shkruar time. Edhe shikoni prej këtu, kemi bo shigjetën në anën e sipërme në live market, që po duket. Dhe, do me thonë, ditë për para, çfarë kemi mujtë me parashiku, është se, pastaj, do me thonë, pasi që është përfundu, këtu, a shihni, në tetor kemi hyrë në tetor, pasi që është bë lëvizja, këtu po e shohim se, në tetor është bë pjesa më e fundit. Edhe ditës, edhe javës, po ashtu këtu është bë edhe e muajit. Dhe kjo është diçka që edhe anëtarët tonë e kanë analizuar. Shkoni në tetor, rrjetet tona sociale, sidomos TikTok, që është më i përditshëm, edhe ju do e shihni këto, do e shihni që e kemi tregu për këto. Brenda 30 dite njëri prej anëtarëve tonë e ka analizuar. Para mendoni çfarë mundësish mundi me pas në IP University. Pra, hynim në fillimin e tetorit dhe shikoni. Do me thonë, ashtu që kemi parashiku, po ashtu në live market, që po mundi me pa, dhe kemi parashiku
do me thonë lëvizjen që po shihet gjithçka që ka ndodhur. Këto janë të gjitha orat që ne I kemi dërgu në grup. Shikoni në 4 të mëngjesit, kur shumica janë më të mirë në gjumë. Ne punojmë. Pastaj, këtu, shikoni, ajo drawn liquidity që ishte më herët, ka dhe në reagim, dhe këtu kemi shënu possible fake reaction, që shpomëni me po. Pastaj, pas kësaj, që shpo duket këtu, po duket që kemi thonë për një reagim falso, deri në këtë weekly key level, këtu e kemi bo protected, normalisht marketi ka qenë live, shikoni, do me thonë, në javën tjetër të tetorit, dhe kemi bë fillimisht këtë fair value gap për të mbyll si drawn liquidity, pastaj pjesën tjetër sipërme. Dhe si po shihet, pjesa e parë automatikisht është bën brenda një dite, ku po shihet se kjo është mbyll automatikisht, këtu shumica bëjnë short position, pasi që këtu te kjo pjesa e fair value gap-it apo imbalancës, ata pattern trader që janë ose diçka pretendojnë me bo short, ndërsa nëse shkojmë javën tjetër që vjen, shikoni, kemi reagu manipuluanën e pashme, pastaj kemi vazhdu për të marrë të gjithë anën tjetër të likuiditet. Pra, prej këtu, shkoni me po deri këtu. Dhe të gjitha në kohë të caktuara. Okej? Pasaj, kemi vazhdu tutje me muajin nëntor. Pra, dhe muajin nëntor, fillimi muajin nëntor, drawn liquidity ka qenë kë monthly high. Pra, ju a e pot, a ishi dëshmitar të çmimit prej këtu poshtë, në daily time frame. Prej këtu poshtë e komentimit të çmimit në live market deri këtu lartë. Do me thonë, jemi e patëm fillimin këtu poshtë, pastaj këtu lartë. Vetëm në IP University, për arsye se ne, si grup private impossible, ne kemi bo që nuk po duket të në qartë pej fillimit vitit, high of the year edhe low of the year. Do me thonë, po, na po flasim vetëm aspektin transparent brenda IP University. Dhe, shpëshiet pro këtu, e kemi targetu pjesën e sipërme të një monthly targeti, me tretin, nëntor, fillim nëntor, dhe ashtu që shpëshiet me 5 nëntor, pas 2 dive, kjo është arrit. Apo jo, e pat vetë çmimin, komentimin e tij prej këtu e tutje. Okej? Dhe tani do e shihni edhe këtu. Patjetër. Vazhdojmë tutje. Këtu e kemi pas dhe e kemi mendu për shkak të discountit dhe premiumit, e kemi pas të weekly imbalance që ka qenë për të targetu, kemi pretendu që më marrë kjo pjesë, ndoshta me manipulu lartë dhe rreth kësaj me vazhduanën e poshtme. Por, qysh po shihet, pas 4 dite, nuk kemi pas manipulim të madh, pra arsye se këtu kemi pas SMT me parent dhe mos me RUSD dhe GPUSD, po shihet që kemi shumë nuk ka pas manipulim të madh, dhe kjo neve na e ka dhënë një rast interesant, një mënyrë të mendumit automatikisht, dyshit që ky haj këtu, do me thonë, me në rend I ka ra fuqia, për arsye se nuk është përdor për të marrë likuiditeti, por likuiditeti është marrë automatikisht me njëherë para ti. Okay? Këtu keni full transparency, jo, djeni ku me di qka. Dhe gjithmonë në live market. Aspekti djenis është tjetër nivel, po flasim transparenca, jo vijan livove, edhe jo do me thonë që nuk kemi gabu korë ose diçka, pa morë parasysh analizat kanë dojtë sakta, ju pishin I vetë, po ku do me thonë keni transparencën në mënyrën maksimale. Do me thonë nuk është që nuk e kishmi dërgu këto, vetëm se nuk na ka dalë manipulimi, se kjo ka qenë sakt, ju e po të synin, do me thonë, pas 4 dite, shikoni, java e 2 të nëntorit, dhe është bo. Nuk gënjej mos me I qitë ato që nuk na shkojnë 100% që duhet. Jo, nëse transparenca kështë po semër e impossible. Përsa përket tregtimit në treva shqiptare, po nëjse vazhdojmë, këtu është një perfekcion I komplet analizës, aso që ishte SMT herën e kalume, tani na bëhet target. Shëni kundron, pse? Weekly fair value gap. Konfirmimi këtu është valid vetëm derisa të merret likuiditeti. Këtu kena pjesën e entrit.
këtu, a shihni, momentalisht është protected, pasi të merr likuiditetit, këtu bëhet, domethënë ma vonë bëhet target. A shikoni? Relative equal loss for later, qëra? Live market. Tana kthehemi këtu. Kjo është perfekcion. Dhe, pra, domethënë, për sa përket kësaj, shikoni këtu, live market, e keni me një ditë, pasi që e hanja është bo, në moment që është bo e hanja, shikoni, ka vazhdu të martën edhe të mërkurën, targetet janë arrit, do me thonë, dhe në moment që arritet targeti, një cikël likuiditetit merret, pastaj, do me thonë, këto e tutje, shikoni se si kadar rikthehemi në orën e poshtme. Këto kanë qenë 4 orë, do me thonë pak më higher time frame, që e keni këtu daily, orën e poshtme, kemi shku me marë lartë, do me thonë ka qenë këtu, tu ka pas një setit vogël, por kemi thonë që do të dështoj, për arsye të kësaj, dhe nëse shkoj, më poshtë shikoni. Honja e martja e mërkurja, ashtu që pat në lower time frame, kjo është higher time frame i saj, dhe, do me thonë në datat e njejta që i pat më lartë, dhe kemi vazhdu si për këtu, ku është bo, do me thonë final draw on liquidity. Okay? Jemi duke vazhdu tani lartë. Shikoni dijenin se kur do të me dit me u kthy prej poshtë lartë e prej lartë poshtë. Okay? Tani, pra, këtu kemi hyrë në muajin e fundit. Do me thonë në javën e fundit nëntorit dhe fillojmë në dhjetor. Çmimi, aty ku ka vazhdu lartë, a shihni, ka ardhur deri në këtë pjesë. Çfarë thamë ne më herët? Na thamë që pasi që likuiditeti është marrë para se me mri këto. Do me thonë, nëse kish pas me mri çmimi këto më herë dhe më marrë likuiditeti, kish pas me qenë më e konfirmuar. Pasi që likuiditeti është marrë dhe tash çmimi pretendon të më kthy këtu, kësaj i bën probabiliteti për me mbaj çmimin. Dhe çfarë ndodh? Nëse marrim kështu, në anën e sipërme, anën e djathtë, po shihet këto data, do më thonë javë fundit nëntorit, fillimit dhjetorit, çfarë ndodh? Këtu merret edhe një herë duke bërë të rrotulluar me SMT me EURUSD. Merret edhe një herë. Pum, merret pjesa e likuiditetit, për arsye se këto shumë bën short position, dhe pasi që ndodh kjo, ne fillojmë për me pozicionu, për me analizu çmimin, për me u rikthy prapë. Në anën e poshtme, jeni duke i bërë pikat më të larta, më të ulta, jemi duke analizu së bashku. Këtu ka qenë data dhe shikoni, do me thonë, shikoni, pasi që është bo, këtu live market, a shihni, pasi që është bo, dhe kemi viju, këtu e kemi çmimin se si ka shku në anën e poshtme. Që kjo javë u konë detyrë për IP University members që ata me bo analizën e njëjtë, pa javë dërgu one fillimisht, por gjithsesi me bo njëherë ata, dhe ka rezultu normalisht me sukses. Pastaj ne shpishini datat, a shihni 67-6-23 në të njëjtën ditë, i kemi dërgu në fund se si ne i kemi mendu që ka ndodhur. Po, nëse ka dikush që dyshon për shihet këtë që është live marketi, kjo është javë që i kemi testuar ata, do me thonë pas 2 muaje e pak, ne i kemi testuar që ata me fillu me bo analizë njësoj, dhe kanë pas sukses, po ashtu i kemi në detyra, kushdo që menon që diçka ne mujna me ja dëshmu që shdush, dhe pastaj ne i kemi dërgu brenda 20 minuta, do me thonë ashtu që kemi bo në fillim, që kemi rujt, dhe ashtu se qysh ka dalë. Okay, betëm si rezultat e asaj që kemi bo. Shpëshijet, do më thonë final draw on liquidity ka vazhdu bilim edhe më shumë në orën e poshtme. Dhe pastaj, këtu e kemi datën e 30 nëntorit, pra janë analizat e reja pas kësaj që sa po tham. Dhe përveç kësaj, a pat këtu që tham targetu më lartë, anën e poshtme ishte protected dhe më poshtë këtu, nëse kthehemi më lartë, këtu e patëm relative equal low for later. Hajde shkoj me James e bashku. Shikoni, relative equal low for later, sot ditë sa javë përpara, para dhjetorit, dhe tani nëse shkojmë për ta shikuar, shikoni, këtu janë relative equal low for later që e bëna më herë, dhe pjesa apo likuiditeti ka qenë kjo,
për arsye të ndryshme nëpërmjet time frame-ave, sepse ne këtu nuk jemi duke tregu të gjitha time frame-at, vetëm nga një pjesë të saj, ndërsa në IP University kombinimin e tyre mësohet gjithçka, dhe që është faktori kryesor për kësaj lloj analiza, pjesa protected zone dhe likuiditeti në anën e poshtme, ashtu që shpërshihet i pari është bë, do të thonë më njëherë një ditë prapa, dhe i dyti pas 3 dite, do të thonë pasi që ka ashtu, ka dhënë reagim, këtu të gjithë kanë bërë buy position. A shihni çka kemi thonë para se u mor likuiditeti edhe një herë do, dhe këtu shpërshihet bum, reagim, bo break of structure të nalt, vjen çmimi prapë anën e poshtme, këta hin buy, çmimi merr të gjithë likuiditetin. Po e shihni vetë pra prej, lart, poshtë, i gjithë ky javë mas jave, muaj mas muaj komentimi çmimet, non stop. Ju jeni, do më thonë, dëshmitar të saj, nëse ju jo, janë IP University. Pastaj këtu, kemi pas target anën e manipulimit, fillimi dhjetorit, pra java e dytë, kemi pas targetin nalt, pas, do më thonë, një dite edhe kështu më rrallë, automatikisht ka shku dhe është bë, dhe prej këto më duket kemi vazhdu në anën e poshtë më shumë, dhe pastaj java tjetër e dhjetorit që shpërshihet në daily time frame, një perfekcion i madh. Këtu e kemi pas analizën e fundit për këtë vit, pastaj e kemi marrë pushim, do me thonë që është slajdi 14 që i bie 13 plus 14 javë, do me thonë të analizave të sakta një mas një, ashtu që pat me datë me këtë, dhe të gjitha këto jenë marrë prej Discordit. Okay? Këtu e kemi këtë pjesë, dhe si që përshihet ka shku dhe është marrë. Okay? Pjesa e fundit për javën që ka qëtë, kjo është një monthly target, që do me thonë vetëm e kemi hjezu, si kur për më vonë apo diçka, kjo është komplet pjesa e analizave të IP University. Por, çfarë duhet dini jo më shumë? Këto ishin vetëm në dollar. Të njëjtat për ditë ne i kemi pas, edhe për javë, edhe në EURUSD, edhe në GBP/USD, minimum këto trija. Tash 15 javë nga 3 per analiza, apo i binë rreth 45 analiza javore për 3 asset klasa të ndryshme. Paramendoni. Dhe kanë qenë të sakta, sepse EURUSD dhe GBP/USD gjithmonë e ndjekin dollarin, sidomos çka mundet me pas dallim është SMT-s, okay? Dhe po ashtu e kemi po Golden, e keni po edhe në rrjetet tjera sociale si është TikToki, që për Golden skema që me folju e dini, edhe për kryptot, edhe këto i kemi postu, edhe lajme që i kemi tregtu, edhe shumë rrallë. Kjo është vetëm një pjesë e asaj çfarë ne posedojmë. Vetëm një pjesë që ne juve po tregtojmë, ndërsa pjesa tjetër e tortës i përket IP University. Pra ata që duan të dinë dhe duan të mësojnë, pa marrë parasysh a janë fillestar apo të eksperiencu. Kjo është pjesa për sa i përket videove dhe pjesës transparencës për sa i përket analizave të IP University.